Jemi në fshatin Drenovec, ku 2 ditë më parë, në datën 20 mars 2001, artilleria e rëndë maqedonase ka goditur këtë lagje dhe pikërisht shtëpinë që duket mbas krave të mi, ndërsa ishim lart tek shtëpia, ora është 10:05, nisi përsëri sulmi i artillerisë maqedonase. Shumë çka në këtë dalje para kameras nuk është e saktë, madje as ora, as data. Por sa më shumë ti je mësuar me luftën, aq më shumë frikë ke prej saj. Kjo nuk do të thotë që kolegët ta nuk kanë frikë. Për shembull, ky operator me antiplumb që na buzëqesh. Edhe të hysh në dhomën tënde të hotelit Maqedonia, ku strehohen gjithë gazetarët, ndruhesh. Xhamat e thyer vetëm një ditë para se ta merrje këtë dhomë, të bëjnë të mendosh se s'është çudi që një tjetër plumb qor të bëj vizitë. Sepse plumbat në Tetov nuk dinë kë vrastin dhe as pse. Të kesh frikë në Tetov nuk është turp, sepse nuk di ta thuash në është luftë apo luftë. Në 14 mars 2001, ushtria maqedonase vrau shqiptarin 42 vjeçar Sulejman Ramadani. E vrante pragu i shtëpisë me një plumb në ballë, fare rastësisht. Ushtarët të çorientuar dhe irrituar që u mundën nga zaptuesit e Kodrës, ku lanë edhe autoblindat e shumë armatime, në kthim nisën të qellonin Kuturu, mbi dritaret e lagjes më të vjetër të Tetovës, të banuar vetëm nga shqiptar. Një plumb i nati e mori edhe babain e 2 fëmijëve, djalin e vetëm mes 6 motrave. Të zotët e shtëpisë, që presin ngushëllime, ende kanë frikë. Madje motra ndruhet të intervistohet në balkon, e bindur se ende janë në shënjestrën e snajperëve të vendosur në Kodër. Gjithmonë jemi të rrezikuar. Pas 3 ditëve është goditur kati i parë jon me mitroles. Disa plumba e kanë godit shtëpinë, ndërsa një plumb bile ka hyrë në kuzhinë dhe e ka qelluar edhe morin e kuzhinës. Sulejmani është i pari civil i vrarë. 8 ditë pas tij, ushtarët Maqedonas vranë 2 shqiptarë të tjerë. Këtë herë jo nga inati, por nga frika. Grushti Ramadan Koraçit, drejtuar për nga polici post-bllokut, ndërsa shtrëngonte një celular apo ndoshta edhe dokumentat, policëve Maqedonas ju ngjau granat. Dhe e vran 60 vjeçarin, bashkë me të birin, Rasim Koraçin, për vetmbrojtje. Nuk është megjithatë krejt i qartë numri të plagosurve, aq më pak i atyre që luftojnë nga Kodrat, ndërsa drejtori i spitalit të Tetovës, Rahim Thaçi, jep këto shifra. Që nga fillimi i përleshjeve në rrethinën e Tetovës, në spitalin tonë janë sjellur gjithsej 40 të lënduar, nga të cilët 30 policë dhe 10 qytetarë. Pra ky është raporti civil dhe shtorak, 30 policë dhe 10 qytetarë. Ashtu. A ka të vdekur mes tyre? Në ditën e parë ka pas një të vdekur qytetar dhe një i vdekur policë, i cili ka vdekur gjatë aksidentit të helikopterit në Popovashak. Ndërkaq, nuk dihet as numri sakt i atyre që kanë lënë Tetovën. Gjithçka është me parafërsi. Të gjithë ndruhen të ikin dhe ndruhen të rinë. Sipas kryqit të kuq, kanë ikur nga Tetova drejt Shkupit rreth 7400 maqedonas, ndërsa për shqiptarët nuk ka burime zyrtare, por flitet për afro 20.000 vet të hikur kryesisht në Kosovë dhe Turqi, që sidoqoftë janë shifra krejt të pallogaritshme, po të mendosh se Tetova dhe rrethinat kanë gati 300.000 banor. Prefekti i qytetit, Myrteza Ismaili, shpjegon. Për fat të keq, para disa ditësh kishim një fluks kështu paksa të madh të largimit të qytetarëve tonë nga qyteti, mirë po besojmë se ata njerëz veç kanë filluar të kthehen, ndërsa në drejtim të parandalimit të largimit të qytetarëve ne kemi bërë aksione në sajt të organizimit dhe të aktivizimit të shtabit të krizës qendror në komunë dhe të shtabeve të krizës në për bashkësitë lokale, ku mundohemi që të jemi permanent në kontakt drejt për drejt me qytetarët tonë, t'i bindim se largimi nga qyteti është vetëm i damshëm, vetëm shkon në dëm të zgjidhjes së krizës dhe ne besojmë se së shpejti këta qytetarë do të kthehen për vatrat e tyre. Por qyteti nuk ofron vetëm pamje të zbrasta dhe të frikshme, vetëm shkolla të mbyllura dhe stadiume të shndërruara në poligon bombardimesh të ushtrisë. Ka edhe momente normaliteti. Në një të tillë u ndodhëm ne. Në një ditë tregu, që ndonë se duket fakt fare banal,
flet më tepër se një miting për paqen.